Rreth 40 të punësuar si staf mjekësor dhe sanitar në ginekologjinë e Qairit mbeten pa kontrata pune. Nonse prej një dekade të angazhuar me kontrata në vepër në këtë spital, nga 31 dhjetori ata punojnë pa paga nga që u ka skaduar afati ligjor. Do të insistojmë që këto persona të cilët tani 10 vjet e më shumë janë abuzuar nga partitë politike, këtu është BDI-a dhe LSDM, pra kanë abuzuar me këto persona që t'i mbajnë peng dhe që gjithë kohës t'i lejnë pa vendimet punës. Ne treguam si qeveri që qasja jonë do t'jetë ndryshe dhe do t'investojmë në kapacitete njerëzore me qëllim që të zhvillohet shëndetësia në përputhje me standardet evropiane. Të gjithë institucionet në nivel të shtetit kanë bërë kërkesa për vazhdimin, disa prej tyre kanë bërë edhe për shtimin e kapaciteteve njerëzore, të tjerë kanë bërë për riorganizim brenda në bazë të profileve. Por as ministri Aliu nuk u garanton atyre vendime të përhershme apo kontrata me afat të pacaktuar. Tha se do të presin kërkesën e drejtorisë së spitalit se për sa kuadro ka nevojë për vendime dhe kjo do të varet edhe nga mjetet buxhetore, të parapara nga Fondi Shëndetësor dhe Ministria e Financave. Jo vetëm në Qair, në çdo institucion shtetëror, në çdo klinik, në çdo spital, ne kemi nevojë dhe do të vazhdojmë të punësojmë mjek dhe motra medicinale. Gjithashtu do të vazhdojmë me procesin e transformimit nga të punësuar me kontratë në vepër apo me kohë të caktuar në kohë të pacaktuar, pasi që mendojmë se kështu neve do të investojmë në kapacitete njerëzore në shëndetësi. Pa kapacitete njerëzore, pa mjek dhe motra medicinale, kohë të keni infrastrukturën, kohë të keni teknologjitë, nëse mjekun dhe motrën medicinale nuk e keni në përputhje me demografinë në shtet. Nga drejtoria e spitalit të Qairit thonë se me kohë për këta punonjës janë dërguar kërkesat zyrtare të institucionet kompetente për vazhdimin e angazhimit të tyre, duke theksuar se spitali ka nevoja reale për këtë staf dhe se mungesa e tyre ndikon drejt për drejt në ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Me situata të ngjashme përballen edhe institucionet të tjera shëndetësore në vend. Punësimet nuk janë bërë as në spitalin e Tetovës, ndonse nga Ministria e Financave thanë se pëlqimet janë bërë që në Verë.